I dili për zot asaj që keni për detyrë ju, unë dhe çdo shqiptar, që është mbrojtja e interesave të kombit ton, mbrojtja e identitetit të kombit ton. Prandaj ju falenderoj, siç falenderoj çdo shqiptar që më shkruan çdo ditë, siç falenderoj miq dhe vëllezërit tan arvanitas që më shkruajnë me dhjetra çdo ditë, që janë shumë të befasuar për gjithçka, po shfletojnë dhe po informohen mbi të kaluarën e gjysha dhe stërgjyshave të tyre, dhe po zbulojnë që vërteta është diçka tjetër nga ajo histori e manipuluar, e thellësisht raciste që kanë studiuar deri më sot në shkollat e tyre në vendin në fshinj të Shqipërisë të Jugut. Dhe me sinqeritet të plotë them që nderi më i madh që na bën neve që në mënyrë vullnetare, në mënyrë thjesht pasionale, si dashnor të vërtet të Abdeut, na bën të ecim përpara, është ajo mbështetja mbar popullore, mbështetja e shqiptarëve tanë, kudo ato janë. Nuk kemi nevojë për mbështetje financiare, nuk kemi nevojë për mbështetje shtetërore, ato janë diçka që i kanë institucione tjera që për fatkeq flenë gjumë gjithë ditën. Ne jemi ato individ që mund të bashkohemi të gjithë për një qëllim, për të mirën e Abdeut. Ne jemi ato që nuk jemi të kapshëm. Jemi në pavarësinë tonë totale dhe në shërbim të çështjes të përbashkët që kemi, që është nxjerrja në dritë e asaj të mire që ka kombi jonë, si një komb shumë i vjetër në Evropë, si një komb që mban dhe sot gjuhën më të vjetër që flitet në kontinentin tonë. Ne duhet kemi atë vullnetin tonë që të fillojmë të korrigjojmë nga vetvetja jonë gjithçka. Unë shumë herë kur shkoj të flej bëj vështirësi dhe të flej nga i herë, sepse them e bëra sot detyrën time dhe Abdeutit. Pra nëse ne i bëjmë vetëm një herë në ditë, marrë dhe një herë në javë, të vetes tonë, koshiencës tonë, nëse jemi mirë me veten tonë, pasi e bëmë, e quam një pikë ujë në mullirin e vendit tonë, ne atëherë do e bëjmë vendin tonë ashtu siç duhet. Ne kemi në projekt, jo jap edhe juve në një lajm që kemi në projekt në ditët dhe në muajt që do vinë, në projekti që është Shqipëria 2030. Shqipëria 2030 ne do të kërkojmë të sensibilizojmë gjithë shqiptarët tanë, kudo janë ato, që të fillojë një rikthim jo masiv, por gradual i shqiptarëve në tokën e origjinës. Pasi nuk mund të vazhdojmë ta praktisim Abdeun ton, sepse është vendi më i bukur që ka bota. Duhet filluar nga unë i pari, nga shumë shokë e miq që kam. Pra do fillojmë të bëjmë hapat e një rikthimi drejt Abdeut. Na keni me vete. Sepse braktisja që është bërë Abdeut është katastrofike, sepse ne kemi sot dëshmin dhe me shkruajnë shqiptarë, sidomos nga fqirë tanë jugor, me shkruajnë në mënyrë të vazhdueshme, me shkruajnë kur marrin në shqetësinë e atij vendi. Ato i detyrohen sepse ndryshojnë mjemrat. Një Koçi me kishte quar pasaportën e tij shqiptare Koçi dhe pasaportën e tij të vendit fqinj jugor Koçi. Pra një tjetër mbiemër me ka quar një tjetër që e kishte Cani dhe nga Cani ja kishin bërë Cani, TSANI. Pra TSANI ai është puro e atij shtet pastaj, të paktën në brez që vjen ai hub çdo gjurmë. Pra kjo duhet të mbarojë dhe kjo mund të mbarojë kjo gjë qesharake që dojnë të na grabisin dhe sot ditën për diell njerëzit tanë sepse kanë probleme demografike, por është e papranueshme një gjë e tillë. Të marrin shembull nga një shtet që është me të vërtetë shtet mik, që është Italia. Pra këtu është ajo ideja që thash part të asaj memorie kolektive që ka një zanafill historike. Nuk të shtrëngon askush të ndrosh mjemrin, që ndrosh shqiptar, pavarësisht se ti mund të marrësh në shqetësi. Nuk ka asnjë ndjekje, asnjë përsekutim, asnjë dyshim mi bën karrierë shqiptar duke pas mjemrin ashtu siç ja ka dhënë baba i vet. Dhe ndaj juve thirrje që është shkelje të drejtave të njerëzit, bashkëdhetarëve tanë që marrin në shqetësinë në vendin fqinj të jugut të rezistojnë, pasi konventat evropian, konventat internacional, konventat e Komunitetit të Bashkimit Evropian e ndalojnë rreptësisht ndryshimin e mbiemrit për arsye të marrjes së shqetësisë në një vend apo një tjetër. Pra këtë duhet me njëherë ne që ta vëmë në dukje dhe të bëjmë thirrje bashkëdhetarëve përsëris, sepse janë vetë shqiptarët arvanitas që më shkruajnë që është për to një problem, pasi po zbulojnë sot me plot energji atë të kaluarën e tyre të mohuar dhe nuk dojnë që të përsëritet dhe në brezat e ri
të shqiptarëve të sot. Zoti Kraja, me leje. Mi shtet që një minorancë në shqiptare janë italianët, që është kaq larg territorit shqiptar, pastaj Italia, e ndan një det i tërë dhe një me ligj minoritet pjesën e arbrore, pjesën e arbreshve të Italisë së Jugut, i një me ligj minoritet. Nërsa në Turqi janë mbi 7-8 milion thonë shqiptar, mbas edhe më tepër, dhe nuk e njohin minoritet. Pra shteti jonë duhet të kërkojnë, me që ato thonë jemi miq. Po hajde na tregoni një herë që jeni miq, pra, të njohim një herë minoritetin ton atje. Apo fshihet jugor, që me paftërsi e mshehin 40% të popullsisë, i mshehin dhe vazhdojnë atë shtypjen, atë dhunën psikologjike për herë, duke i thënë që ju keni shqiptarë etj. Duke u kthyer pastaj dhe të një shprehje gabuar që kemi ne që duhet ta eliminojmë nga shprehjet tona, që është ato që e bën shqiptarët revolucionin grek. Shqiptarët nuk kanë njohur fare në atë kohë emrin grek, sepse nuk ekzistonte. Ato luftuan gjithë secili prej tyre, duke filluar nga Albania. Luftuan nga Kolokotroni, që ishte më i forti në gjithë arbrorët asaj kohe. Ai ishte që luftoi për zonën e tij, për tokën e tij, për të parët e tij, për varret e baballarëve, të gjyshrave, për tokën e tij. Donin të shporrin okupatorin turk, nuk e doronin më oskurantistin otoman, dhe luftonin për tokën e të parëve, por nuk kishin idenë ato e një shtetit grek. As nuk ekzistonte në idenë e Marko Boçarit. Marko Boçari e mësoi në moshë të rritur, e mësoi gjuhën greke. Dhe ai bëri dhe atë fjalorin e famshëm, pastaj sepse gjithë ushtarët e tij nuk dinin gjuhën greke, dhe ai ç'a bëri? U deshte bënte një fjalor që është sot është akoma sot në muzeun francez, që gjendet, dhe u vendosi që të bënte këtë fjalor për të ndihmuar ushtarët e tij, sepse nuk dinë as fjalë greqisht. Pra si luftuan ato për Greqinë në mënyrë absolute. Kur ato pastaj luftuan për ato zonat e veta, gjithë secili për Terezinë e vet, ato menduan një ditë, po pse atëherë s'po mblidhin? Hajde të bëjmë një herë Shqipërinë e re. Dhe quajtën ne Albania dhe Shqipëria e re. Kaq ishte gjitha. Pastaj u ndruan në tavolinë gjërat, shkuan ato, pastaj di mirë si vajti, shkoi Götja, shkuan figurat e mëdha, pastaj të Evropës, ato romantikët e periudhës së shekullit 19 dhe i thanë, "Shiko, ju jeni pasardhësit." E thot Dimos. Dimos është shkrimtari i tyre, është historia e tyre, nuk e thot Albani, e thot Dimos. Thot na thanë që kujdes, ju jeni pasardhësit e Platonit. A ne thamë, po kush është Platoni? Na treguar kush ishte, na pëlqej, dhe thamë, po, ne qenë kemi atëherë. Ata nuk dinin kush ishte as Platoni, as Aristoteli, ishte fare diçka fjalë të panjohura për kohën. Absolutisht. Prandaj ne duhet kërkojmë njohjen e minoriteteve kudo që ato janë, kudo që rre një zemër shqiptare. Zoti Kraja.